Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani speca, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës suaj. Specat e kuq janë ndër produktet me të cilat çdo anvis shqiptare mund të shpalosë talentin e saj. Ato gjenden në çdo dyqan ushqimor të vendit, por më të shijshme janë ato që përgatiten në kushtet e shtëpisë. Specat gogozhdare përmbajnë shumë vitaminë C, ndaj konsumi i tyre i bën shumë mirë organizmit. Vlerat shëndetësore të specave gogozhare janë të larta. Sipas Healthline do të rendisim disa prej tyre. Ato përmbajnë vitaminën C. Specat në përgjithësi janë të gjithë të pasur me vitaminën C. Në një kavanoz të vetëm njeriu mund të plotësojë një dozë të mirë të kësaj vitamine mirëbërëse, nëpërmjet të cilës mund të shmangë edhe rreziqet e infeksioneve dhe bakterieve. Ato janë një mundësi shumë e mirë për imunitetin. Specat janë shumë të mirë për të konsumuar për sistemin imunitar dhe për të shmangur mundësinë e infeksioneve dhe sëmundjeve. Kësaj sipas të dhënave, konsumi i specave gogozhdare është i rëndësishëm për një shëndet të mirë, por nuk duhet ta teproni. Ato përmbajnë nivele të larta të antioksidantëve. Specat gogozhare janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve, të cilët luftojnë radikalet e lira dhe toksinat. Këto të fundit dëmtojnë qelizat dhe përkeqësojnë paraqitjen e lëkurës duke e rrullur atë. Janë një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit. Një tjetër arsye pse duhet të konsumoni speca është se ndihmojnë kundër inflamacionit. Konsumi i këtyre specave shmang mundësinë e inflamacionit të lëkurës dhe të dhimbjeve të fytit. Metabolizmi juaj gjithashtu do të përmirësohet. Specat gogozhare janë një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar metabolizmin, tregojnë të dhënat health.com. Përdorimi ditor i këtij ushqimi ndihmon trupin të përthithë ushqyesit e nevojshëm dhe të shmangë akumulimin e yndyrnave. Në këtë mënyrë specat janë një ushqim ideal kundër mbipeshës. Ato janë një ndjesi shumë e mirë për sistemin tretës. Specat garantojnë një tretje më të mirë për shkak të fibrave që ato përmbajnë. Konsumi i tyre i përmirëson lëvizjen e zorëve dhe përmirëson edhe tretjen. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë kundër të ftohjes. Specat janë ushqim ideal kundër ftohjes. Stimulojnë shërimin e shpejtë të trupit për shkak të vitaminës C. Ato kanë edhe rekomandime të mira për mbrojtjen e imunitetit. Konsumi i specave mund të shkaktojë diarre nëse e teproni me përdorimin e tyre. Nëse e merrni gjithmonë brenda normës së lejuar, atëherë do të keni më shumë vlera. Kur specat mund të ofrojnë për trupin tuaj shumë element, ato do të bëhen një pjesë e rëndësishme e dietës suaj. Bima e specit do të ofrojë shumë përfitime për trupin tuaj. Në thelb, çdo pigment i specit lidhet gjithashtu edhe me përfitimet e organizmit. Specat mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për trupin tuaj, dhe duke ditur rëndësinë që ajo ka, do të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e përgjithshëm. Specat janë një zgjidhje fantastike për organizmin e njeriut, dhe specat mund të konsumohen në forma të ndryshme, pasi ato do të përmirësojnë nivelin e tretjes. Ato janë një burim i shkëlqyer i fibrës me përfitime të larta shëndetësore, duke përfshirë tretjen e mirë. Përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe nivelin e qëndrueshëm të energjisë. Fibrat janë të nevojshme për të ruajtur shëndetin e zorëve dhe mbi të gjitha sistemin tretës, si dhe ndihmojnë në rregullimin e sheqerit dhe kolesterolit. Ato mbështesin një funksion më të rëndësishëm të trurit. Ngrënia e specave mund t'ju ndihmojë të mbani trurin e shëndetshëm dhe të parandaloni humbjen e kujtesës. Në një studim zbuloi se flavonoidet, acidi fenolik dhe karotenoidet që gjenden te specat mund të parandalojnë humbjen e kujtesës lidhur me sëmundjen e Alzheimerit. Ato forcojnë sistemin imunitar. Sipas dietologjes Kristi Well, konsumi i përditshëm i specave ofron një sër lëndësh ushqyese për sistemin ton imunitar. Kjo është dhënë tashmë se një spec i kuq ofron pothuajse 2 fishin e nevojës ditore të vitaminës C, dhe kjo vitaminë dihet se ndihmon në luftimin e infeksioneve dhe kundër radikaleve të lira. Specat e kuq janë një zgjidhje shumë e mirë edhe në përmirësimin e shëndetit të syve. Specat përmbajnë karotenoide, zeakanthin dhe lutein, të cilat mund të ndihmojnë në mbrojtjen e syrit. Megjithatë, zeakanthina është një antioksidant që grumbullohet në pjesën e syrit të quajtur makul,
që ndihmon në mbrojtjen nga dëmtimet e shkaktuar nga drita blu. Prandaj ngrënia e specave ndihmon në reduktimin e dëmtimit të syve të shkaktuar nga dritat blu që mund të gjenden nga smartphone-i ose telefoni. Ato zvogëlojnë gjithashtu nivelin e inflamacionit. Specat janë të pasur me fitokimikate dhe lëndë ushqyese që kanë veti natyrale antioksiduese dhe antiinflamatore. Komponentët e pranishëm të specat kanë efekte pozitive në shëndet, duke reduktuar inflamacionin dhe duke ndihmuar kundër inflamacioneve afatgjata që mund të shoqërohet me probleme kronike si diabeti dhe probleme të ndryshme të zemrës. Speci kuq, i verdh, i shkurtër ose ai me tul të trash janë të gjithë përbërës të çdo kuzhine të shijshme. Dhe kështu vlerat që do t'i ofrojnë shëndetit tuaj do t'jenë gjithashtu nga më të ndryshmet. Specat gogozhare janë nga produktet të cilat anvisat shqiptare i gatuajnë vazhdimisht, dhe kështu përfitimet që ato marrin nga konsumi i tyre janë vërtet të larmishme. Gjithashtu, nëse doni që të merrni përfitimet më unike të tyre, duhet t'i keni pjesë të dietave tuaja të përditshme. Speca djegës përdoren në mjekësi moderne në rend të parë në zbutjen e dhimbjeve të personave që vuajnë nga artriti dhe diabeti. Speci është i pasur me vitaminën C e cila mbron nga infeksionet. Gjithashtu te speci gjenden sasi të mëdha të vitaminës C, të cilat ja atribuohen edhe vetiva afrodiziake që bëjnë edhe përmirësimin e funksioneve tuaja. Por përtej shijes pikante, specat kanë një sër funksionesh terapeutike, të cilat jo të gjithë i njohin. Ato janë shumë të rëndësishme për shëndetin e zemrës. Specat djegës mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvogëlojnë rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru dhe reduktojnë ndikime negative të kolesterolit të keq. Ato ulin edhe presionin e gjakut. Është të provuar shkencërisht se specat djegës ulin presionin e gjakut dhe relaksojnë enet e gjakut. Janë të mira kundër problemeve të radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se kapsaicin të specat e kuq djegës vret qelizat e dëmshme. Gjithashtu, kjo perime dhe erëzë gjithashtu ndihmon në luftimin nga ftohja dhe ndalon trashjen. Ajo ka veti të mira antiinflamatore. Speci ka veti antiinflamatore, madje rekomandohet në rastin e kollës. Ai lehtëson edhe dhimbjet reumatizmale. Për këtë mjafton zbutja e tij në një farë kohe në një sasi alkooli dhe aplikimi në vendin ku keni probleme. Specat ndihmojnë në humbjen e peshës. Përveç se përmbajnë ushqyes dhe erëza që çojnë në reduktimin e peshës trupore, shija pikante e specave i detyrohet kapsaicinës, e cila gjithashtu favorizon tretjen, ndihmon trupin të djegë më shumë kalori. Çliron nga zemërimi. Ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndihen më mirë. Prandaj është i dobishëm në luftimin e depresionit. Specat nuk këshillohen të konsumohen nga ata që vuajnë nga patologji si ulçrat, probleme të shëndetit tretës, hepatiti, hemoroide dhe të tjera. Gjithashtu edhe për të vegjëlit nën 12 vjeç, specat djegës duhet të kufizohen në përdorimin e tyre, në mënyrë që ato të mos ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj. Një cilësi e njohur kohët e fundit te specat djegës është kapsaicin, është ajo për trajtimin e dhimbjeve të osteoporozës. Speci djegës gjithashtu mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të shkaktuar nga diabeti dhe probleme të tjera. Kapsaicina pengon gjithashtu prodhimin e substancës P, neuropeptid që është transmetues kryesor i dhimbjeve në tru. Specat janë një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit. Kapsaicina është një përbërës i fuqishëm antiinflamator. Ajo po shikohet si një trajtim mjaft i mirë kundër problemeve të artritit dhe të psoriazës. Speci ndihmon edhe në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Ngrënia e vazhdueshme e specave përmirëson shëndetin kardiovaskular dhe mbron zemrën, duke ulur kolesterolin e keq dhe trigliceridet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.